Të dashur qytetar, të nderuar bashkëdhetar, motra, vëllezër, zonja e zotri, shoqe e shok, faleminderit shumë të gjithëve, mirënjohje e pafund për këtë fitore historike. Gëzuar të gjithëve. Ju faleminderit për gjithë mbështetjen, e ndihmën, e solidaritetin. Ju faleminderit për rolin që keni luajtur, për angazhimin që keni bërë, për kontributin që keni dhënë. Kjo fitore nuk ka emër të përveçëm. Kjo fitore është e të gjithë juve, secilës e secilit prej jush. Më lejoni të dashur qytetarë, nderuar pranishëm, që të falenderoj të gjithë qytetarët e Republikës që morën pjesë në zgjedhje sot dhe u bën pjesëmarrës të kësaj feste të madhe, jo vetëm të fitores së vetëvendosjes dhe partnerëve të saj, por edhe kësaj feste të demokracisë në Republikën e Kosovës. Të dashur të pranishëm, me datën 9 shkurt si vjet, ka fituar lëvizja vetëvendosje bashkë me Partin Guxo e Partin Alternativa, ndërkaq kësaj radhe ka fituar populli dhe Republika. Ajo çfarë bëri të mundshme fitoren është vizioni dhe programi ynë, punët e mbara e të mira të kryera në këtë gati 5 vjeqar, dhe gjithashtu zotimet tona të reja, të cilat do t'i përmbushim që të gjitha një nga një, sepse duam t'ju shërbejmë juve me krejt çka dim e mundemi, vim prej jush dhe rikthehemi tek ju, sepse ju jeni kuptimi i ekzistencës së pozitave e funksioneve tona. Pra, sonte të gjithë e kremtojmë numrin i cili është fitimtar. 116.